Kanë fillu renojat e Kukësit Vjetër me dalë. Lartësit batëbëja në sheshin e Kukësit Vjetër është bazamenti i bustit Skënderbeut. Nuk ndodh shpesh, por rënojat e Kukësit të Vjetër sapo kanë nisur të dalin në sipërfaqe. Për banorët e dikurshëm të Kukësit të Vjetër dhe Ramhasit është rikthimi i memorjes për atë çfarë kishte kjo zonë. Refki Cengu na tregon me hollësi disa nga zonat përreth brigjeve të Drinit. Këtë që ka qenë me arra. T'ja fillu të ura atje, deri atje në tanë, komplet zabel me arra. Ne si fëmijë deshim mlidhshim arra në kohën e vjelës. Teksa na tregon për Ramhasin e dikurshëm, ndalet në rrënojat e shtëpisë ku ka lindur dhe nga e cila është detyruar të largohej në moshën 23 vjeçare. Unë kam lind në këtë shtëpinë këtu, në vitin 1957. Kur ka ardhur uji i liçenit Firzës, kena dalë nga shtëpia. E kam lanë shtëpinë me mure, me tjegua, kanal komunale, e kanë shkatruar. Vendlindja është e patjetërsueshme. Refkiu thotë se nuk ndërrohet me asgjë tjetër, e kur largohesh nga ajo, dhimbja s'ka kufi. Vendlindja ishte shumë zër me lëviz. Por cilin do që ka ik nga vendlindja vet, vendlindja është gjaja më e shtrenjtë. Në vitin 1978 u shënua përmbytja e plotë e qytetit të Kukësit të Vjetër dhe 33 fshatrave në Kukës has Trapoj Puk për shkak të ndërtimit të hidrocentralit të Vjerzës. Përpasoj, për strehimin e banorëve të shpërngulur, u ndërtua qyteti i ri i Kukësit dhe disa fshatra.